Presidenti i Shtetit Bashkuara Donald Trump ka ftuar të premten kryeministren japoneze Sani Takaichi të vizitojë Washingtonin, gjë që pritet të ndodhë në pranverë. Gjatë telefonatës së tyre 25 minutëshe, të dy udhëheqësit shprehen dëshirën për të forcuar më tej bashkëpunimin dypalësh, veçanërisht në fushat ekonomike të sigurisë. Përveç kësaj, ata shkëmbyen pikpamje mbi rajonin e Indo-Paqësorit dhe riafirmuan bashkëpunimin e ngushtë midis Japonisë dhe Shtetit Bashkuar në një mjedis aktual ndërkombëtar. Ftesa njoftohet ndërsa Donald Trump planifikoi të vizitojë Kinën në prill në sfondin e mosmarrëveshjeve diplomatike të vazhdueshme mes Tokios dhe Pekinit gjatë 2 muajve të fundit. Marrëdhëniet midis dy ekonomive më të mëdha të Azisë janë përkeqësuar që kur kryeministri japonez, i cili u zgjon në tetor, sugjeroi në fillim të nëntorit se Tokio do ndërhynte ushtarakisht nëse Tajvani, një ishull që Kina e konsideron provincë të vetën, sulmoje. Wall Street Journal raportoi gjatë telefonatës së tyre të mëparshme në nëntor, Trump e kishte këshilluar Takaichin mos e provokonte Kinën për çështjen e sovranitetit të Tajvanit.